Se vetëm te shqiptarët është shprehja kush të re të do. Kush të re është i destinuar të shkojnë psikiatri, jo ty të doje. Gjithmonë, kur më thirë ndonjë grua, edhe kur shkoj ta shoh atë gruan, e cila është e dhunu, e bërë zi nga, e mavjosur nga ajo që ai ka shkaktuar bashkëshorti, e kam edhe unë një vajzë të vogël, quajnë Orhidea. Edhe thëmë, me ja bë dikush orhideës këtë. Çka kisha bë unë me dhunu dikush orhideen? Limitet e mia nuk dhe kishin fund, çka kisha bë unë me dhunu dikush orhideen, vajzën time. E shofat burin, ka vajzë. I thamë, ty me ta dhunu dikush vajzën, çka kisha bë? A, kisha mbyt. Po ti ja ke mbyt nënën kësaj vajzën, e kjo është vajza e dikujt. E pikërisht këto gra, keni diskutuar ndonjëherë se si është raporti i tyre me familjen e tyre bërthamtemi, me nënën, babain, vëllezërit, motrat, i mbështesin pastaj pas këtyre procedurave? Edhe ajo është rritur në një vend në cilin e ka akseptuar në një farë lloj, sepse vetëm te shqiptarët është shprehja kush të re të do. Kush të re është i destinuar të shkojnë psikiatri, jo ty të doje. Unë nuk ka nevojë për një person dhunues të më doje mua, ose ta doje në një grua, ose ta doje vajzën time, mos o zot. Nuk ka pse ti duhet. Kush të re, duhet të shkojnë psikiatri. Kush të do, të do. Të do, duke të ofruar mbështetje, dashuri, kujdes, përkushtim. Ishte një gazetare zviceriane, një ditë të më takoj mu, pasi atje kanë shku për azil në Zvicër, gratë të cilat janë të dhunuara në Maqedoni, edhe e kanë destinuar gazetaren të vije këtu tek unë, të më takoj mua dhe ta tregoj situatën reale se si është, përsi shteti atje nuk i aksepton, nuk thot keni ku të ktheheni. Edhe ajo filloi të më pyese mu për rrugtimin tim. I thash, ta tregoj vetëm një fjalë. Tek ne thonë, kush të re të do, si tingëllon për ty si zvicrane? Ajo nuk e kuptonte. Ja përktheva 2-3 herë. Në 2-3 variante ndryshme përsëri se kuptonte. Sepse kjo shprehje është idiote. Kush të re nuk të do, kush të re është i destinuar të shërohet, kush të re të duhet të shërohet. Nga këto familje, me këtë lloj fraze, këto vajza kanë akseptuar dhunën. Sepse ka vajza, unë kam lloj-lloj njerëz në shoqërinë time, falë Zotit, shoqëria ime është shumë e gjerë, shumë kam njerëz. Edhe kam vajza të cilat janë rritur në familje të çndosha, ato se akceptojnë, ato më thonë videot tua as nuk mund t'i shikojmë, ndjehem keq, shqetësohem, unë nuk mundem ta shikoj Lirdona videon tënde, pastaj më kalon dita keq, sepse ajo sa akcepton as pak dhunën, hiç familjen e saj, do të thonë nuk është. E ëma dhe babai i saj kanë qenë të lumtur, kanë qenë familje e shëndosha, nuk ka pa as konflikt mes prindve të saj, normal se sa akcepton as pak dhunën. Imagjinoje asaj bashkëshorti t'i rije me fjalë ofenduse ose ta dhunoj, nuk bën shprehje se ajo do të shkojë te familja e saj bërthamtjet e tij, edhe do të kthehet, thotë, kështu më ka thënë bashkëshorti, familja e saj do të revoltohen, nuk do ta akceptojnë as pak sepse ato vetë se kanë ushtruar. Po një baba që e ka dhunuar gjithkohës nënën e kësaj vajzës, e cila dhunohet, kjo s'ka ku të kthehet.